Përshëndetje miq të televizionit Syri, kudo që jeni duke na ndjekur. Muajt e pranverës të vitit 1999 janë muaj të njohur të cilët sollën shumë tmerre në qytetin e Gjakovës. Megjithatë, janë të shumt njerëzit të cilët i kanë parë nga afër këto tmerre dhe janë përpjekur të punojnë në këtë drejtim për të ruajtur historinë dhe për të treguar cila është e vërteta e kësaj. Ne për të biseduar më shumë për gjitha këto gjëra të cilat kanë ndodhur në qytetin e Gjakovës përgjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë, kemi të ftuar një qytetar emrin e të cilit e njihni të gjithë ju. E njihni për shkak të aktivitetit të tij politik, sepse ishte një ish i burgosur në vitet 1981, 1984 dhe 1999. Është ky zotriu Afrim Caka. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Sot ju kemi ftuar edhe për diçka të veçantë. Krahas përjetimeve tuaja që keni pasur si ish i burgosur, ju keni bërë një punë shumë interesante, një punë voliminoze e cila është pranuar pothuajse nga të gjithë për shkak të mbledhjes së fakteve dhe arkivave të ndryshme që flasin për të gjitha dëmet e shkaktuara psikologjikisht, por gjithsesi edhe dëme në njerëz në komunën e Gjakovës. A ishte vështirë kjo punë, zoti Caka? I keni vendosur një emër shumë interesant. Ata u vranë, lanë pas vetës historinë. Si duket këtë histori e shkruat ju me bashkëpunëtorët? Unë e kom pas një titull tjetër në gojën e kuqezës serbe. Akademik Frashër Dema i tha, jo, ata vranë, lanë pas vetës historinë. Tha shumë ma domethënëse. Dhe vëllimi dytë ja kom gjitë dhënimet pjesa ma shëmtuar e këtij qyteti. Do thëtë, pres mu botu, do thëtë, do të dalë ndoshta një kalor që s'ka në vetë. Me thonë vërtetën, unë ditar para se të arrestohem në vitin 99, fillova të majnë ditarën në shtëpi, kështu që ndodhi ajo e para kur u mbyllën në për shtëpi, ja një muj ashtu ish. Një farë forme e mbajsha një ditar, lëvizet që u bëshin në rrugën tonë, lëvizet e policëve që ishin për shtëpi, edhe i shushën në pësketa të vogla dhe me numër në dorë. Pase u dësh qashia vjetër dhe me një fa fjallë thash, a thu, do të vjeni ditë që kjo ditar që mbaj me mendimi që do të si ishte dhe të arrestimi, se se bëjshim dhe më dojnë mandë që të mund të arrestohem. A ditë dhe të mund kjo ditar që ndrohet në libër, për fatë mirë dollën disa kalorë Skënderbeu nga Deçani, ata sajmë të janë kry, në shuqata se liqekojnë në Zvicër. Dhe me gjithë dëshirë dhe në Gjakovë dhe panë libërën edhe botun, kanë botu diku një 378 kopje, nëse s'gaboj, o çdo një shumë e madhe pareve, të cilën këto ato pare si kësha mujtë më letë korë. Për fatë mirë, pastaj ndodhi arrestimi, hynë për shtëpim edhe të maj, Gjakova ishte djek, besoj tonë që di ndikoja 3600 shtëpije, dyqani në djek në plaçkit, me qindra vetë o vranë në shtëpije dhe shumë dhënume. Dhe kështu, pastaj filloj itinerari tjetër, me datën 10 maj, mund të quja, ishte othimi drejt arkivolit. Do të se menduam që do të shpëtojmë gjatë. Mesin e grupit tonë, vesh ju dini që u vranë bi 11 veta, 12, u plagosën 27, mesin e tëve u plagosë edhe unë. Pasaj vendosa dhe atje në burgun e Dobraves të moj ditar, dhe pasi që dole me datën 19, se me 18 në ato bombardaj pozicione se bërë malazeze, edhe pasi gjeta do skeda dhe vogla dhe fillohat bëj ditare, edhe me do se i fsheja diku në Shqarapa, me gjithë që ishim mush, morra, ishim pala, pa ushqy mirë, ishim dosu qa shumë edhe. E nisim nga para, zoti Caka, të mbledhësh dokumente faktike të cilat e tregojnë një histori, e tregojnë një argument të kohës, nuk është e lehtë, është e vështirë. Si ja keni dalur, ti sistemoni këto intervista? Sa intervista keni realizuar? Kam intervistu diku një 4.000 e dishka shtëpi. Prej 4.000 disa shtëpive, do thot pjesa dërmuese, thot 90% kanë pranu të flasin.
po ka pas edhe asi që i kanë hek. Do thot, i nërë me hek për shkak se djali të është në Gjermani, në Perëndim, kthehet, arrestojnë, kur ta shohin librin, kështu në farë forme kishin të drejtë. Por mungesa një libri të tillë do të apo të Gjakovën më të varfër. Do thot, dhe na shqiptarët sikur e kemi si defekt gjenetik, e kemi kujtesën e shkurt, edhe nuk e kthejmë kokën pas. Le se ka qenë e shkuar, po pa njoftë shkuar, s'mund më të ardhmen. Brenda faqeve të këtij libri ka emra të shumt, të cilët dëshmitarët u kanë dhënë juve se këtë krim e ka bërë ky person, këtë masakër e ka bërë këtë dhunim ky person. Si e shpjegoni ju këtë situatë dhe sa mendoni që ato informata kanë qenë reale nga ana e atij personi që ka rrethyer? Me tregu të vërtetë, jam ushqyer, jam fascinuar nga libri profesor doktor Shevqet Sanhasit për Haxhi Zekin, edhe Sulejman Vukshin. Do thotë ai ka shkruar hap pas hapi. Edhe pastaj i vuna vetës unë si a muj edhe unë ta bëj një libër të tillë. Tinë për shtëpi edhe ta përshkruaj çdo lëvizje të familjes, kush ka qenë brenda, sa vjeç, kush hy brenda, kishin ata që i kanë ndjek shtëpitë. Po. Edhe faktikisht kur shoha pastaj unë nga Burgu o takova me në shoqatën Jakova me Pajazit Nushën e Stas Navilecin e me do të tjerë. Edhe ata më sugjeruan dole me pi kafe, ishim në 3. Do thënë. Për ato momente ka pas marrë edhe profesor doktor Indieri Masar Stavelezi, po ai nuk erdhi. Edhe më tha në afrim, tha ti kimi nisi punë i bo, edhe kështu farë forme, thash, nuk kisha guxim. S'kisha guxim, se punë pak e vështirë. To ditë në pak jem nisi si shushni e ndrydhën. Nuk, në alat se kem kuptu peshën e historisë, peshën e krimeve që ka ndodhur në Gjakovë. Për flasë për Gjakovë, se për këto e më përgjes me folë, s'unë flasë për qytetet tjera, ku si di se shka ndodhë. Ka ndodhë edhe në krime. Por këtu mos flashish realitetin, ose të thjeshtit leta se kalon e mu të ndodhë dhe do të thoi njashtë për 3 muaj të parë kom pas që si probleme që nuk dëshin se kanë pranu. Do thot, kom pas edhe fjalë pak si ofenduese, po i kom marrë si... Ka qenë skeptik njerëzit që ta japin informacionin. Nuk jeti kush du të marrë këtë, du të marrë dhej. Do thot, pas të une, kom se du të disarë me Satin e me Pajazitin, masin fut kom shku me Hasan Harlatin, të cilë kom zjedhë si të parin lektor, edhe kom thonë Hasan, a duhet kështu që unë të injë si libri, po në fillim për kom pengesat të mdhaja, nuk përpranojnë. Du t'ja dalë shini, tha dhënë du të bëhem pjesë i këtij libri. Edhe për fatë mirë, edhe jenë si mbarë. Çfarë flet ky libër? Kush janë njerëzit që i kanë bërë gjithë këto krime? Unë rreth parë kom hinë shpi, jo më ndush që ta marrë dëshmin, edhe t'i formosën të gjitha dëshmi, edhe t'i fotografaj, po, të tjetë argumentuara. Edhe të cilin isha ata që kanë marrë pjesë në këto krime, ishin shqiptara, da ishin serbo malazez. Ne dim që Gjakov ka pas diku 2% malazez, 1% ka pas serb. Pjesën dërmuese të krimeve i kanë bo malazez. Të gjitha ato familje që i kanë njoftë, do thot, serbo malazez, kriminal që i kanë bo krime, drejt përse drejt ishin marrë në djegjen, plashkitje, dhunime, do thot, jenë ndonë emrat, pastaj i kom vu veti detyrë që unë më shku me Deferizi tani ndjerë ka vdek pa kohësh, edhe ka pranu në komunë për dhonën e identifikimit, i ka pas shtu kartele. Po dhe atëherë ishte unë miku, dhe unë dushim më shku, i bëshim me kohë se kur dalin mikë më ngër buk, na më shku që atëherë, për mja që emnet, i kom marrë, i kom shku në shëqat, i kom skënu krejt ato flet, edhe i kom këthymi njerë, që së marrë vesh. Se kanë qenë dokumentacionin që është dashtë në belin brenda. Masi që ato flet, do thëtë që ato foto kë i kom qitin liber, do të më shku pas edhe i herë të familjarët, që kjo po. Ka pas disa emrat të cilët nuk ishin sigurt, do thëtë, s'pëm doket kjo, s'pëm doket, edhe. Një farforme, ezitërshim i thonë ato se dhe nështë edhe se kanë njoftë, se mos flasë kota, do pjesa dërmuse krimeve në Gjakovë i kanë bo malazes edhe serb. Edhe pjesën dërmuse... Janë të identifikuar me emra ata? Kush janë?
ki policisë lokale, ki Rom ka pas shumë tim këtu, ka pas edhe shqiptarë të cilën kanë qenë policisë lokale, do thot ka qenë fshatar për rreth. Sebra Malezes, do thot emrat, edhe mbi emrat e gjithëve tash, kanë kalu disa vite tash, s'po mujt gjithë mi marë, po mujt ta identifikoj dikon, janë gjithë tu të rënditën mirë në libër, edhe në cilën shtëpi kanë hi, edhe me çka i marë, çfarë rroba kanë pas, çfarë armë kanë pas, edhe çfarë gjuhë kanë folë. Shpeshherë kanë folë edhe shqip, kur kanë bo krimin, do thotë masaj futën gjuhën slave edhe kështu më radhë. Kështu që ky libër në farë forme, më kanë thonë edhe tjerët ka shkëlqy në argumente edhe në mbledhjen e dëshmive shumë të sakta. Për ta vërtetuar këto dhe kanë ardhur edhe policia kriminalore, dhe kanë lyp ato AKI-ja dhe kanë lyp do thotë ato të thënë shënimet e dhana që kanë firmos. Do thotë ky libër ka bo një hap, do thotë që e ka tun, e ka lekun nga themela si policinë, si policinë rajonale në Prishtinë, si policinë për krimet tona, gjykata për krimet tona, që këto ati me dunë me nisë. Sikur këto krimet kishin nisë ma shumë vita ma përpara, do thotë ishtë gjene pak ma ndryshe, edhe ata që në vërë do ta kishin di vetën pak ma të qetë. Do thotë, dhe sa zbardhet krimi, ata s'do ta ndin vetën qetë. Do më thënë, si pas dëshmive që ti i ke marë, ata të cilët kanë ardhur të bëjnë krime nuk kanë qenë me maska. Ja. Pjesa dërmuese kanë qenë pa maska. Të gjitha ata që unë përflasë për shtëpinë time, se s'kom qenë për shtëpi tjera. Unë kom marrë llafet nga shtëpi tjera që kam hi. Edhe aty ka hi, do thot, Radu Shiqi, ka hi Laza Savadashkoviqi, ka hi Shepanoviqte, ka hi Muso Shuja këtu ka punu në hotel, edhe disa tjerë, jënë libër kretë, do thot ta kanë qenë pa maska. Do thot edhe policia, cili ka qenë në rrugë, gjithë kanë qenë pa maska, ka qenë të armatosur. A ka pas ndonjë dëshmi nga ana atyre që ti ke intervistuar që edhe i kanë njohur ata para se të hynin? Qërë, radhë parë për nisa me datën një maj kur në futë unë shpi, kanë qenë me listë. O shpia këti. Do thot, edhe sa di une, çdo shtëpi bazë bisede që kom marrë nga familjarët, do thot i kanë pas listat edhe familjare kush duhet ekzekutuar. Ata kanë qenë, do thot, e kanë pas si obligim të bëhet presion, bëhet kallja, dekja shtëpive dhe gjithë intelektualët e shaka duhet vritën e të bëhen. Si kanë qenë të sistemuma? Ki mujt me i kuptu në grupe kush do të merret me djegje në shtëpive, kush do të merret me dhunime, apo kanë qenë? Në Gjakov kanë qenë dy lloj grupësh. Një grup i ndarë prej 4 vetësh, 4 grupësh. Mesin e këtij grupi ka qenë Radu Shiqi, ka qenë me Svetislav Jordan Gligorovićin, kë ka pas edhe të birën e vetë, tek stash ja kom gjetë fotografinë ati, edhe ka qenë edhe 2 tjerë. Do thot 4 grupe i kanë pas ka 5, ka 6. Që grupin që kanë djekë të rruga të shtëpia Lilhodës, ka qenë grupi 2. Ka qenë Miki, ka qenë ata tjerë të Shqipanovisht, babe birë. Do thot kretë me emën bjemë. Do thot edhe vitin e lindjes jo mundu mja gjetë e mja gjitë. Edhe numër personat të lejes. Edhe në qilin rruka e tu. Ta hapin pak librin që të afrohet kamera pak, t'ju kemi më të afërt edhe shikuesve. Për shembull ku do ta ndalosh? Që të rrugë që falem, që folem, që kjo rruga që është, që ta qenë që kanë ndjekë shtëpi. Do thot te rruga e Mindorakos, ose Mbërtesha të utë, te rruga Lilhodës, aty furrën. Do të thënë këtu qenë kanë Babe Birë, Bogu Luk Gjuro Stojanović dhe Mirko Gjuro Stojanović. Radomir Milić Pantović, Mladen Gjorgje Stojanović, dhe të 4-tit qenë kanë me një mbiemër. Po në mbiemër, po do thot kanë qenë grupi 2 për djegjen e shtëpive. Kërtoj qëti grupi ka qenë që kë Mik Lapoqin e thëshim, ka qenë më thënë qytetarët i kanë njohur këta të gjithë. Ka dhe tjerë këtu. Për shembull kjo, se i takoni edhe asaj pjesë ati lokaliteti. Dhuna policore në rrugën e Qabrati dhe në mahallën Mulla Jusuf, 7 maj 1999. Po, dhe thot, ki edhe aty ata, disa familjare kanë gjoftë 5-6 vetë, po që mund është në shtetur fletë marë, për fatë mirë i kanë gjoftë, dhe këta janë ndalë të ura Taliqit, do thot, pas e në futën në rrugën e Dashët, e thonë, edhe në rrugën e Selim Mërinës, në 2 rrugë.
Një në rrugë, në shpit Selim Morinjës i vratë 12, në këtë rrugën këtë jetë i vratë diko jatë 13 vete, se ta sigur së vidi tamën. Edhe aty nga kjo masakre kanë shpëtu 2 vetë. Do thëtë, ka shpëtu Berhar Efendiu me 12 pluma, edhe mesin e tyve ky sot alej ka 5-6 pluma në trup, se ja kum prejk vete, kum pa vetë kur ma ka dhënë dëshmin. Edhe një ka shpëtu, ka kësy mujnë u ikë. Do thot, edhe një është tjetër që nuk e kom dëshmi këtu, Din Krasniqi, cili ka kësy nga ura ta liqë ura poshtë. Do thot, e kom marrë më shku, më interesu pak ma vonë, do thot, me mujtë mi futë në vëllimin e dytë, se ata kushat njës ma ka përmend. Rasisht, po tash para sa dite shkoj e kom mësu që ka kësy nga ura poshtë ka shpëtu. Do thot, aty kanë gjoftë edhe bjemen edhe ku shishnë ata, edhe synë vërë ata. Po shok tu që nga faqet e para të librit se keni marrë të dhëna dhe dëshmi edhe para luftës së fundit, po shok tu vitet e 90-ta, një dëshmi e dhunës policore në lagjën Gecë dhe nga... Aty është kur vra Kreleshi, Fatmir Kreleshi dhe Gjivat Hoxha. Po. Aty shpesh në për plakata ja kanë gjitë nga bim, dhe thotojnë vra nga njësiti Serbi, jo, është vra nga njësiti Malazes 52, me numër 52. Këto ma ka thonë ndjeri se fëlla se atë qiu. Po. Nuk është serb, po kanë qenë kretë Malazes. Edhe unë në familjes Kreleshi ja kumë të regrejnë që mi e shkruj Malazes, më se shkruj serb, se kështu që... Tu thotë, për shemëll, pash Fatmir Kreleshin duke u përkullur, ishte qëlluar me një plumë në shtëpi në boshtin korrizor. Pash edhe Gjevatin që po i dilte gjaku si kruan nga koka. Pak më larg pash edhe një copë të kafkës së tij në gjatësi prej 5 cm pa flok. Imagjinoni çfarë. Për fat keq, këta dy sikur një derë oborrit t'i kishin hap, ta kishin shpëtu. Kishin shpëtu, po si kanë hap derën e oborrit edhe pastaj një siti Malazes pasër dy kështu u qujt, do thot ka gjujt me beshëri, do thot mitralozit tron që ka pas në ato blink, do thot ka qenë kalibrit madh. Edhe aty është plagos edhe Dugaxhin Beqa edhe Bekim Bardhi. Ta dy në gjallësat. Edhe Dugaxhini për në gjykat, Bekim Bardhi është në tranzit e ka shtëpinë. Po shohim këtu që keni edhe intervista që janë zhvilluar, do më thënë, gjatë diskutit, i kanë pas të fresk këta edhe, krejt qëfar ka ndodhe, qëfar e ka pytë polici serba, Malazeza, po cili do që ka qenë? Nga, që qëto për shemë me këta, gjithë unë kërëm besidu disa herë, shuvesh me i ditë mi marë. Këto e më petriti me gjithë atë... Që këtu mund të ofrojmë, ju lutem kamerën, sepse janë foto... Po? Të dijen edhe kush i ka rrej këta dy për shembull, Petriti me gjithë këtë të Mullajubit këtë djale, që këta dy janë që i kanë rrej. Dhe ka edhe shumë detaje tjera që i kanë rrej, sa ishin në organizata punuse, shpend matin, do të tjerë i lirë dasylën, do thotë e kanë rrej, fotografit i kanë aty, dijet kush i ka rrej, dhe pse i kanë rrej, dhe qysh është edhe një shqiptar të cili Gjakovar është ai ka pas përnu në organet dhunshme në Erenik, por këti si aqit e hemnin për shkak se nuk ka pas në ekzistet tjetër, do thotë që ka po dëm, po vëshë e moment që i ka pranu mëse të dhunshme, edhe njone ka kresnu me dhunë aty dhe... Tregon pak, cilat janë ato ngjarje të cilat janë më të dhimbshme brenda këtij libri, që janë shumë të vështira edhe për lexuesin me i pas. Unë po shoh këto fotografi të cilat janë shumë të ndjeshme, me e palë, më me e përjetu. Dhe ti vetë sa ke pas vështirë me i sistemu këto? Sipas prioriteteve a ke ndjek kronologji të viteve? Viteve, ashtu por, kronologji të viteve dhe datave. Nëse ti e kërkon dikos kishte këtu 1100 faqe, të është çdo fjalë. Do thotë veç që datën 10 maj, 7 maj, 1 maj, 2 prill, 3 prill, e kështu me radhë, i ki ma letë për mi gjithë. Unë pastaj kom bisedu me Hasan Allatin, pastaj edhe me Besim Kpuskën. Pastaj Hasani ish libra voluminoz, duke edhe një pjesë mja qu edhe të librit Besim Kpuskës, mja qu, që edhe u marrë me këtë lektorim. Edhe aty u morën vesh që sistemohen si pas datave dhe rasteve, do thotë.
ka ndodhur të urat Alishit, ka ndodhur me 7 maj, mase ka ndodhur një masakër tjetër, që në vrak 4-5 vet, ka ndodhur një rrugë tjetër. Atje po të futën me qatë datë, jo të përzin datë, ashtu që tjetë ky libër pak ma i lexueshëm. Edhe aty me këta lektorët kam bisedu që në libër është mirë të futet pak edhe letërsi, pak histori dhe pak krim edhe gjenocid. Jo më mirë vesh me dhunë që ata ta kemë pak vështirë. Por të ja kuptu të gjitha këtu dyja, të ja përshtat tash kronologjisë në ngjarjes, jo me dalë jashtë temës. Edhe diçka po më intereson. Është shumë e rëndësishme që në libra të tillë të ketë edhe dëshmitar të dorës së parë, sepse aty është dëshmia komplet e pa përpunuar. A janë këta të gjithë dëshmitar të dorës së parë? Unë janë 2 dëshmia që nuk janë dorës së parë. Do thotë kur kanë vra këtë dëshmi dorës së dytë është e kanë vra babën e Afrim, edhe kjo Afrim i ka vdek Shtalojës. Atje kanë vra nonën e babën i kanë ndjekë në shtëpi. S'kish kush aty u dusha të fshillt me donë mi marë që në vra me këtë datë. Edhe në dëshmi tjetër, për shembull ku i kanë vra këta në rrugën Haxhimer, do thotë që i kanë vra ato 2 vllazë dhe motrën Salini Kuliqin e ta, po këta që i vranë la motrë aty që i kanë vranë në shtëpi, aty s'kish kush përveç se Agim Shyti. Ai ishte fqiu i parë. Në mungesë të dëshmitarit fiktiv që është dash gjithsesi me qenë aty, ju keni marrë diçka tjetër. Nga dora 2 që më smullup se ata 5, ato ju vranë 5 tash për shembull më marr. Duhet me dalë një kësha mujtë me nxjerrë edhe libër për këta 5-it, por është pak si jo mirë nëse 5 vetë, 2-3 vetë vritin në një shtëpi, s'ka kush me dhonë kronologjisë se ishin vetëm. Dusha me marrë me dalë të dëshmitarët të dorës dytë. Ashtu vetës ja kemi vënu që mas parit mirën nga dëshmitarët të kullarë, që ka si në prezent, drejt procedurës që kanë pa ngjarjen. Kjo është ndoshta më origjinalja ose më mira këtij libri, sepse ata ndoshta disa janë ende gjallë edhe fatmirësisht dinë me tregu ose thjesht me mbrojt argumentin, sepse gjua argumentuese në libër të tillë është gjithçka, më shumë se gjithçka tjetër. Zoti Caka, ju keni folur edhe për dhunimet, edhe për vendet ku ka ndodhur disa dhunime në qytetin e Gjakovës. Madje po përgatitni, siç e thatë edhe në fillim, librin e dytë, i cili është po kaq i rëndësishëm sa ky i pari. Na trego pa. Është vëllim pak ma voluminës se ky. Edhe e libra ka dhunimet pjesa ma shëmtuar shtetit tim. Edhe pse është ma shëmtuar se njerë ku të vritet, badosh ka shumë ma letë. Por ato plagët nuk shërohen, ku të kalojnë shumë vite, edhe nuk zbehet ajo. Pastaj që ka familje të cilën lasë të divujnë pasojët e kësaj, do thotë nuk i hapin dyrt për medale, pse kanë përvështirë për shkak se na jenë pak si një shoqëri, nuk i presim mirë këto, do thotë. Ka pas familje që i kanë qenë në shkollë, kanë pas probleme në shkollë aty, pi nxansave, jo pi tjeve të qartë pak, jo pi prej shokëve aty. Po edhe nga sfimet e tilla kanë qenë jo nga mosha që kanë pas, moshën e re kanë pas, po jo që i mbo me qëllim ato, pastaj edhe ato ka raste që duhet shteti me mbrojt pak ma mirë këto, me sistemu ma mirë. Si e gjetën, se gjithmonë problemi i të argumentuarit se është i dhunuar, është i vështirë, edhe qoftë burr ose grua. Si e gjetën ata atë besim dhe më ardhë me tregu ty që është dhunuar në këtë datë, nga ky person ose diçka të ngjashme? Unë shpesh kujmë hinë për rrugë, e kom gjetë një element, e kom gjetë një element që para se minje për shtëpi, që se dhe këtu ka pas kështu. Edhe aty mrenda pasaj po dhe elementet tjera kanë dalë pasaj, edhe është elementet dhunimi. Për fatë keq ka shumë. E dhunimet i ke me iniciale, i ke me emra? Jo, i kom gjitha me emra, po tash jem tu bisedu i herë me qëta lektorë që i kom edhe me tjerë, kushtet në rëzësente redaktorë, se vdeshin Masar Starileci, Masar Rizanolli, vdeshe Sat Starileci, dhe u dash të tjerët me vazhdu, po. E tash ala këtë me sykum se këj libër tash ka mu krej, do të duhet të mërë formën që duhet mi pas libri, mu krej.
Pasi duhet ta merr Xheni Regjës me dalin në PDF, me dalë se libër voluminoz është me fotografi pak, ka disa që i ka dhënë fotografitë e veta për miqit aty, ka do si ka dhënë është emrin mbi emër rruga. Tash duhet me bisedu, a me hek miqit me iniciale, a me hek krejt, nëse hiqen krejt atëherë, ky libër nuk e ka mua të peshën e seriozitetit. Pikërisht, nëse janë inicialet, atëherë shumë më vështirë. Se për të ndërpresë më falë, ne sa ishtë satje 50 nushi, kemi bisedu që mi mbledh gjitha gratë me hi Pallat Kulturës aty me bisedu. Pjesën dërmuset grave, si me ndoni a me dalë qëtë formë që keni mbledh, a du t'i që nemne të mbjerën, po për fatë keq ata vdiqin. Po dhe është e vështirë, ndoshta ajo don me tregu, po s'don me editë edhe dikush tjetër. Une këtë formë thash ky libër del, i kom thonë ky libër del, kur del libri. Sa dhunime mendon ti në bazë të argumenteve tuaja? Mbi 1000 dhunime. Cila grup mosh? Si në zgjedh mosh aty, ato femrat i kanë zgjedh pa të farë mosh. Ka pas vetëm dhunime të femrave, jo dhe të meshkujve? Ja, për meshkuj nuk ka. Nuk ke, vetëm të... është fol, mi kanë dhonë emrat, por kom bo laf me ta, s'kam pranu. Mdoket që disa janë paraqit për më shku me marë, do thëtë që ato që dhunën që kanë pas, dhunën që ka pas për fes për moshkut. Për femrat e kanë pak marfshirës, dhe janë paraqit, asim paraqit. Cila lokacione kanë ndodhë këto? Ku kanë ndodhë? Blok të rije... Në për shtëpia, apo... Shtëpi. Aty ku kanë hyë, apo e kanë marrë dhe e kanë dërgu diku tjetër? Edhe a ka emra se kush i ka kryu dhunime? Ja, këto s'ka mujtë me gjuhë se kanë qenë me maska. Këto kanë qenë me maska. Po, për fatë kesh mesin të kanë qenë edhe... Ka pas rëmë që kanë qenë të maskum. Do më thonë, a ka qenë dhunimi nga një person, apo nga një grup personash? Diku ka qenë ka 2, diku ka 1, po... O një rast të cilën e dione që burrin e vetë e ka shpëtu me ikë nga shtëpia. Edhe po metë gruja të i metë tjera. E kanë marrë vajzën për shemë, dhe në neve se ka pranu mi bo atë punë. Mi bo vajzë ka pranu vetë. S'kesh aty kanë pru mas edhe 2 femne tjera. Mas e burri vetë kur mora intervistën u këthuja të qujti farfjallë që s'duhet me thonë, pra është pjesa ma urtë të tim, do thotë. Më thonë, në ala jem një shushni, ala se nuk kemi shliru nga tabut, nga tema, si më bosin bostën, më paraqit rastë. Do thonë që shkira sa kështu. Me sa më shejmë. Gjitha ato flitën për 20.000 dhunime në Kosovë, e tash me dalin vesh 20-50 veta, pa logjike punë. Kështu unë mendoj që rreth parë problemi është te shoqëria jonë, një shoqëri e cila nuk e integron rrjedha normale ato që është dhunu, ato që ja kanë vrarë dikon në shtëpi. Na nuk kemi pas, domethënë, një model kulturor më të mirë dhe spresim një torë më të mirë. Nëse nuk gjykojnë ata që kanë bërë krime, çfarë do qofshin. Atëherë na si shoqëni kemi mbetë keq. Megjithëse se dihet se për ndërpres, megjithëse si dihet për gjithë këtë zhvillimin e parë kur kemi qenë në gjykatën Gjahov me 2400 edhe në Prishtinë. Prishtina ka kthy Gjahovës, edhe kanë thonë nuk ka vullnet politik. Në Gjahova ka kthy Lani, s'ka, nuk ka vullnet politik, s'ka vullnet, duhen mu pastaj dullet që ju në falë gjitha krimet, ju në falë ato, ju në falë to. Në ditë kanë bo marravjeshtje Mustafa, tha që aty i përzinë edhe Prajdin Kuqi e Shapidin. Edhe diçka, kur është fjallat e intervistat me dhunimet, a ke arritur të kuptosh nëse ato e kanë dakë të përvojt vetën edhe me familjarët, apo e kanë bajtë të mbyllur? Që ishin detaje shumë prekse edhe shumë trona. Dhe shpeshe mundosha mi nxjerr fjalë në shpejtësi edhe me kap mi shkru, që me bëj laf shpete me ndërhysi tjerë si kur burri asaj. Po i thashe, e di që ka ndodhë ajo dhe nuk thë që mësë qëtë. Do thot, ajo ka donë libër. Po në sulin ati, nuk e kom shku në libër për shkak se ati mes me dalë për jashtemës. Por ato ishin vetëdijshme, kanë fole, kanë qenë pak ma relax, kanë qenë ma të relaxunë, se ishtë viti 2002, 2003. 2003, kur im hi unë ashtu me kryo dhe dullim. Pas e unë edhe
kur sa çdo dëshmi që më shumë njerë kom pritu edhe kom futur në fashikull, edhe çat fashikull kom marrë me veti. Tha që kjo është për krime, që kjo është për kështu. Edhe pastaj kush ka pas e ka qitë. Po ti vetë personalisht, cilat kanë qenë ato ndjeshmëritë të tuaja emocionale, me gjitha këto rrëfime, me gjitha këto përvoja të këtyre njerëzve? Në njërën anë, e në anën tjetër edhe a je ndin ndonjëherë, ndoshta jo i friksuar, po thjesht, çfarë po bëj me këto dëshmi? Sa kanë me qenë të gjitha këto të pranuara? Gjitha këto ka qenë prezente, pasi që unë bona këm bo laf me satin 5 dite me tjerë që duhen më mbledhë. Pasi tjerë do të vjetë, do të botone jo. Dhe një farforme, të po, si kjo shushtin, nuk është të hapën fort, do të nuk e shfash mirë si duhet problemin e kësaj, asaj, dhe farforme është, po unë jam i gatshëm ky libër me dalë. I gatshëm me lase. Ky që ka dalë, ky tash është ndur të lexuesve, dhe ata të cilët e kanë fatin me lexu, shohin shumë gjëra të cilat nuk janë thënë asnjëherë ose thjesht janë ndoshta janë folur e përfolur, por jo të argumentuara. Me truhet vërtetën dhe sa dul, se kom bo qasht madhe, sa kom bisedu me zyrtar Gjakovës, me përshtetet aty me botu librin. Për shemë, për thonë, këtë libra ka pas sa zxetë kryeministra Mushardina me botu. Majti 16 muaj dhe në full se botaj. Dule e allu ka tha, këtë libra zvan botu, shka be di unë qëfar kër ishin qëllimet e tia. Edhe pas taj kanë gjitha këtu, edhe pjesa dërmuese, kur unë e marrë nga dora parë, nga ky për shemë, nga ky. Shamë ky kur thot këtu, ka ndonjë problem, pse po të dhimbsem, vriti këta terrorist, nënën e tyre shqiptare. Do më thonë, kjo është një farloj emocioni që ty është dashmet. Ka problemi, se ta është pjesa dërmuese në Gjakov këtu, që shpine kanë pas i kilometër lërë këta zo. E fletë për ato që e kanë ndodhë atje. Edhe, thëmë, nërmar, se e ka që dimë vetë vetëm, 18 vjetë i borë në 2 vëllime, shtu të ngojtë, të mbledhe shrimet i dinë nga dora parë, se më ka flasë për dorë 3-4, nga ti si ka ndodhë që kjo ati, për shembull. Jo ma ka thonë muaj, kjo është këtu shku rotët. Po, adi, edhe është një rast ku i në ra atje të kolonia aty. Kolonia rruga aty që është e kalën në rrethin e rreth për më shku për Prizren, që është të shobot qytet aty. Aty në vra 6-7 në vra. Sheu e disa familje tjera. Edhe unë i ditë dola me pi kafe kështu dhe një aty që i ki shpinë, në vija erore, mu me thonë ja 500-600 metra. Gjithë të nuk i në vranë rrugë, as i në vranë livat, po i në vranë e për shtëpi. Do thotë, vesh familjarët i kanë pra se që në vranë. Ska mujtë kush tjetër mi pa. Ta është e mund të ke, jo, unë e di se kom pa, pia tjetër kom që qërmidën e qati, se kom pa si shumë vra. Do më thonë, pjesa dërmuese, ku s'kanë argumente, ose kanë pas nga xhelozia, është ka pëdi unë. Edhe jo që e kom bo këtë libër, unë t'jem një kalorë, si s'kanë nëbërë, më thonë, vetë që unë e di mi bo këta. Por të mënu që, edhe nga frymëzimi i librit, Shërqet Sanhasit, për Agji Zeken, unë e libër kom lutë 3 herë. Ha pasopi ka ndjek. Po për emrat e këtyre serbëve, malazezve që ti ke vendosur në libër, është interesuar dikush di më shumë, të kërkoj më shumë detaje? Beshtë ashtë sa kompone nuk ka në dëshmi më të thukë se qëtu në libra që kanë qitë. Kanë bo libra. Qëta s'mora me kishë bo kjo, librin e kishë bo, më falë, shoqata intelektuale Vjakova e kishë qitë një emër, bombastik, një emër shumë të madhë, por mërëna shumë i shprastë. Unë ata i sugjeroj që këtë libër mos me ribotu, po me plotësu. Ka shumë sene që e meriton me qenë aty. Pak sene kanë fut. Në fut 3-4 vit, ka 5-6 faqe, kusët të tjertë jo. Do më thonë në që këta që në vërë të gjukata, për shumë. Të gjukata. Ndonë nga shtëpia ki. Ta i kanë pa, këtë pa mas kanë konë. Këtë i kanë pa. E këto fotografit i ke siguruar nga me diferenci. Nga indjeri që thënë, po. Në bazë të informatave që ti kanë dhënë të intervistuarit. Po, pastaj më duhet edhe i herë më shku në shpjet ati, me s'pegavën mi qitë nga... Të intervistuarit e kanë njohur, ta zënë, Dragan Shqepanović, deri sa ta kanë dhënë emrin. Po, me këta komponuar këmëtore, une. Po. Edhe, kjo ka qenë është plagosën në betejën e Rovecit. Po, kësa i ri duket? Po, i birë kjo.
Edhe kjo plagos, këta mu më kanë akuzu në burg nishit, gjokata nishit për 2 vranë që edhe këtë kom plagosa. Edhe kjo sa vërtet, kjo është u koni plagosën në betejën e Arvesi, që atjerë që ke betejë Arvesi, ta mali shefe, dhe se s'ga bëjt. Tu i ke vendos 5, ke shkru 5 prej kriminelve që morën pjesë drejt për drejt në masakrën e 1 prillit 99, mbi familjen Spahiu, Zhubi dhe Haraqiu. Kanë pasë do të tjerësëm, që si kënë këtujt, edhe si kanë njoftë ata. Thonë, emna s'ku mujtë me gjetën. Do më thonë, ti ke marrë fotografi vetëm të atyre njerëzve të cilët ata i kanë njohur. Që i bie, kanë qenë njerëz të cilët kanë punu në qytetin e Gjakovës teksa i kanë njohur, ha? Që është sakt, ja punë. Do thotë, ata tjerë që si kanë njohë, s'kum pas kum i marrë. Ka qenë shumë ma mirë me gjithë ata ty në tjerë. Se këto e një ka 10-15 vetë, që një vesh 5-6. Për një ka 10-15 vetë. A plashkitet, zakonisht i kanë bo, ka 2-3 vetë. Cila është ajo tema ose thjesht momenti që ka qenë ma i vështirë për gjatë gjithë këti hulumtimi gati 2 dekada, që ndonjë intervist ka bërë për shtypje më shumë se tjetra, që asë njërën prej tyre gjitha ne kanë veçantine vetë. Si cila ka veçantine vetë. Kuptohet. Besh me shpesh që ata të mes keq kuptojnë mu. Është dëshmia për me edhe kronisë nga Nikol Balej. E ka dhonë qash bukra ka përshkru, që ka qenë pjesëmarrës i drejt për së drejti, që dhe i ka shpëtu për një fije flukë. Do thot, i ka pa fermët e vranët aty, deshën Lakurish, i kanë futën në një shtëpi të aty, ku i kanë vroj 100 vetë, këta i kanë deshë Lakurish, tonë nga bo me një farë sprejit kaltët, që o di ku i zona besëm në këti, se netin rrës e kanë bo dhe turat a liqit. Ku i kanë vra, i kanë bo me në gjyrë të kaltër më nësmi njoftë. Këta e ka këthonë edhe me gëzën Sadik Bushnjaku, i cili ka vdek me 13 pluma. I ka vdek babës ti ndorë edhe gruzëve ti Edi. Aja ka thënë këtë para së të... Para së me vdek. Ka shku Ramiz Dannu, ka shku ja ka marrë në shpi babër dhe nënë, a mënë se kam dhe të shpirti. Pasaj këta me gëzone kanë fundë në shpita edhe aty kanë vërrosë. Në më nuk eshe mi shpetu me dhonë në mbështetjen, edhe me dhonë që mi janë dzerë plumat me dorë, po ishte 13 pluma i ka pasë. Do të të që i kanë plagose, që i kanë vranë vërtete, që i kanë bo me sprejnë ftyre, kush u vraj pari, dyti, treti, që u vra kush zhak dete dera të ndjerë Gjilat Vula, pja ty të përbalë, Ramiz Danukën e ka pasë, edhe kështu ka, edhe kush i ka kalu ma traktorë, Gjakovar aty, ja ka thuj komën e. Do më thonë, njerëzit cilët ju i keni identifikuar, kanë bërë vrasje, i kanë rrahur familjarët pasi që ju kanë vra njerëz të familjes, kanë djegur shtëpit, gjitha këto kanë ndodhur prej këtyre grupeve. Ka pasë qërë, ka pasë edhe shtëpi tjera të jemi të qartë, që si kanë dhonë dëshmi. Qëta që i kom ledhë diko afër një 100 dëshmi. Që i kanë re. I kanë re, i kanë plaqit, ju kanë dekë shpinë, s'kanë do shpi thonë, Allah jo se mu djallim shka në Gjermani, këtë këthet ma arrestojnë, ta shojnë këtë liber, zu me pas probleme. E tash edhe, une mendimi im ka qenë që këtë liber kanë mëndu që është një liber jo serios, një liber jo i thuk, jo histori që do t'la brezave matutje. Ti këtë liber nuk është tur mi pas du Gjakovarën në shpi, që brezave tjerë t'ju japin, me ndodhë që shka ndodhë. Që tash për herë parë e kom intervestu para 3-4 muje, doktor jeton në Vorfin. Edhe ka ble liber në, edhe kam shku taj në shpi. Edhe ma ka shpjegu. Qëfar ka shpjeguar? Edhe në shpi ka qenë, në banes, ka qenë, në banes ka shri gjukatës, ka qenë, aty e ka pas ato që kanë arrestu të familjen Qekezi, ata dy. Që këtu, Dragan Raqiq edhe i tjetëri. Emni s'pëm këtu, të ndibra është. Se mi gjithë e gjoj fillë. Po, edhe aty e thot, këj ka pasë në banes. Edhe vishin parlamentar për mi qitë doktorin nga shtëpia, dhe këj ka qenë shumë presion të madhë. Mune me vetë vetën, më thëmë si ki mujtë pa u të shmenë kretë mesin në një policë. Edhe këj tash u shku të Dragoni në letë, këj Dragoni ka pasë një gru shqiptare. Emnin Sfjadi, emnin e ka aty, për manë që ja kom qitë, të thotë në vellimin e dy. Vellimin e dy duna me qitë, të parin që se kom ditë, thotë këj Dragoni ka pranu aty. Doktorë thot lago se sun të mbrojë në promë im konë të Dervishdana, do thot e s'ku mujtë mi mbrojtë, ka qenë nga Beogradi. Do thot që këtë Dragoni,
ka dalë së bashku me ato që ka qenë i Radio Gjakovës, e si pa temin e që ke bu, tash përnë në nishe ka radion e vete, për mirë me aktrime, që patën marrë intervista, të kujtohet, që morën piktuit, tonë liber kam, edhe mu ma më rënë që gjdo shpija i ka qenë me to bashkë, po a i se përmenë një ti, ka përmenë, doktoru im konë aty, imi konë me maska, s'ku mujtë mi mbrojt, ik. Masi doktoru i farforme ka debërtu dhe iku do në Shqipni. Do thotë kjo ka pranu vetë që u marrë pjesë drejt për së drejti në vrasin e Dervish Danës, aty, që i ka vra Bytyqin edhe Danat edhe Begollin që i vra aty. Thotë rasti i parë u qitë, do thotë, do dënë liber që o Dragani ka qenë. E ka pranu rastin. Kur jeni burgosur? Unë i burgos me 10 maj. 10 maj, do më thonë gjatë kretë nga 24 marsi deri në 10 maj i keni përjetu edhe këto situata. Edhe kretë. Ju keni qenë edhe, mund të themi thjesht a i cili e dini mirë atë që ka ndodhur në masakrën e Dubravës. Na, s'jell pak ato të mere të rëndësishme? Ne shku me datën 10 maj nga burgu i PS. Pasi që burgu i PS ishte i mbushur me shumë shqiptare. Edhe pjesa dërmuese aty shma kanë thonë, fleshin në koridorin e Dyon dhe Qelive. Do thotë, në burgun e Dyon ka pas Qeli. Ty s'pat vandën në qunë një podrumin e Salibananes aty. Në futëm me një podrum aty dhe në rushin policia. Dhe aty ko pas koha vishin paramilitarët, vishin që si kim njoftë korë, zdi kushën cilët janë ishin pat maskun, koptohet. Hekshin ato sigresat e bombave, nëshin mi shku poshte, por njoni aty që rrike, e i shkun si duket i Gjakovës, dhe ka qenë polis lokal i Gjakovës, ati s'ku mujt me mësua emrin, se folke shqip me radiolidhje, dhe ke qëmër se përdojnë mi vrak, ta nuk ka mi bilo kështu, po, me konë folke shqipaj atje? Me folke me radiolidhje, se konë e ka pasën në bazë, nuk e di, s'to se di, e që di që në gjuhën shqipe ka folë, do thët edhe ish ramaj, nuk ish shqiptarë, se mësova do të emrin e di. Edhe për aty, pas nëj filloj dit, dy, para se marrë natën me më mardu qatë PM, fillum në marrë në pyjtë, edhe aty më në nda. Do thot, mi nda grupin, mi copzu grupin si Gjakov që e danë. Prej 300 veve, shkum i 154 vetë. Nga 154, këshin dash një pruën për gjysë. Pasi gjysa tjetër me marrë rrugën dhejtë Kalivarit Dekis. Për fatë mirë dhe në aeroplanet edhe grumën që ashtu në qunë, do thot u rremë shumë vetë aty, u Gjakosin edhe ka pas... Që shë kujton që tragedine e masakrës të Dubravës? Unë ditarin e këmë qujtë Porta Aferit Serbë. Porta, ose më mirë me thonë... Porta Aferit, si të Danteja pas ke quajtur. Se Danteja ka quajtur Porta Aferit. Edhe do thot një shqiptar të ishim dalë jashtë ligjit. Për ta ishte ma thjesht për mi vranë një gjakovari shqiptarë, si një 200.000 vjetë. Qëtu ki një intervist një gjëkasit sërbë, nëse mu i mi gjetë diku. Po që urno, merë një libër, një afrohet kamera. Nëse mu i mi gjetë qëtu, ka qenë gjëkas për krime të rona në qytetin e Gjakovës. Edhe ai ka qenë gjëkas. Edhe ka dhonë një intervjist në vitit 2003 në Beograd. Ka thonë, s'ku mujtë me dëru mu. Edhe thët, shumë ma letë kem pas mi vroj Gjakovar, maron kem pas mi me vjetë shtëpi, me plashki shtëpi. Pse e thotë këtë? Se për shqiptarë për një janë armish më të mdhej. Që i kanë një atë tjertë, që i kishë pa marë në dojnë pyti, kështë shuraj, se ta këshim pa lujtë një farë sa kanë qenë kjo gjykata i saluar Serbën në Gjako, ata që kanë bo krime, pse e bone këto, ata kanë thonë ju se kemë bone në APD, po të kjo jënë rëfy, do thëtë pa i qitin letër, që ma letër kemë pas mi vraj Gjakovar, se me kap një plashkit një shtëpi. E kam qartë. E gjete intervistën? Nëse e gjejmë, nëse jo, mund të ofroj me kamerë diçka tjetër të ngjajshme? Se, në rëvesh pak. Falë se kur të vynë se gjonë. Nuk ka lidhje, ndoshta në një moment tjetër edhe mund ta gjejmë. Po, më. Mirë, ti ndërkohë kërkoje? Po. Kërkoje nëse e gjejmë? Do thot i ka dëshmina i që ka thonë.
e ka thonë, ka qenë dëshmi, e pastaj është kërcënuar me jetë atje në Beograd. Këta emra këtu katër prej? Katit, do thotë që ka qenë shefi sigurimit PS, shefi sigurimit PS ka qenë, ky ka qenë falë të jashtë Sinisha Petrić, ka qenë paramilitar në burgun e Dobravës, kjo është arrestuar në Spanjë, është gjykuar në Beograd, ka marrë disa muaj dhe pastaj është liru. Është liru. Këta dy ka qenë komandanti i burgit edhe komandanti, shefi gardianëve aty, di këta dy. Janë me emën mbi emën këto dytë. Branko Komatina dhe Aleksandar. Dhe për cilin veprim i ke vendosur ti këtu? 22-23 çka? Këta, me 23 në burgun e Dobravës, po, se 23 kur bo masakra madhe që u bo në Pej, që u bo masakra madhe, do më thonë në Dobravë me datën 22, se masakra kanë fillu për i datës 18-19. Disa ditë kanë qenë, po. Në ato filloj me 18, pas të hinë se si kur bëshin gara, se kur shpërvet ma shumë shqiptar, do të pingane ato vranë diku 18 vetë, edhe im vratë 2-3 serbë, nga serbët imi vratë diku 206 vetë. Do të thotë në burgun e Dobravës kemi qenë 980 vetë, nga burgu kemi dasht 920 vetë. A sill edhe një përvojë të hidhur që e ke pas në burg, kur është dashur të qëndroni në një grope e cila është... Problemi që shku me datën 11 qershor kemi thu për Nish. Me 10 qershor u bo, me 11 më rrim Nish. Edhe aty me datën 14 qershor vjen gruaja e Gojko Gojkovićit me 2 policë serbë. Në koridor aty ishte Nexat Dačić, kjo sot është në burgun e Dobravës i arrestuar për hajni. Do thotë atëherë ka qenë për hajni, për vepër penale, do thotë vjedhjes. Edhe ka qenë edhe Njazik Krëziu, ka qenë, është i Prizrenit kjo, edhe ka qenë edhe një tjetër, një shok i tij, së më këto të emni ti, ka qenë koridor. Edhe tash nxjerrin mu nga Qilia, vjen në gjatë Dačići, nxjerr nga Qilia. Tha ti e gjahosade, masi krejt nga Qiliti nxjerrin Mazdëm Grushtin, nxjerrin Rësem Jetishin edhe Fatmir Bityqin. Fatmir Bityqi ishte nga fshati Denj, Jetisht ishte Bedi ku kanë shtëpi. Po. Dhe unë isha si farform si në mes, ta dy onash ishin mrena grillave, ata ishin jashtë grillave. E gryja vetë edhe erë tha, unë jam kërkoj burrin. Këto Gojko Gojkovićin Malazes ka qenë polici i komunikacionit. Se një fshafare këta. Dhe aty tha, burrin tha, me datën 10 maj, tha kanë arrestu, tha kanë po aty që i ki arrestu e ki mshel diku. Me preteksi me kap të shumë, sa vërtet asha së njës di gjoha, si marrë me kësi punë me arrestime, me vrasi. Ku vidit që ku marrë, që shëmla mu në qendër shtetit, edhe akuzojshin në qendër shtetit. Afer komisariatit policisë, ku ishtë vendosë policia në endin social për punësim. A di ishtë pa logjik. A di rrug ishe mushën paramilitare, policë lokale, thash jo. Nëse tash ajo fotografin, tash bëhet mi pa fotografin s'pisha, ajo fotografi pa dorën pi futi dorën mes grilla pe preki fotografin. Aty pasi u çatallun ta pe prek dorën ngasmove. Seksualisht si pa pyetje banale. Edhe u rëndu akuza jote. Po, ata të katit i kthy mu zhëpën poshtë grillave aty të dhoma gardianëve. Të dhoma gardianëve, aty poshtë 3 vetë burgosin këshin pa desh lakurish. Dhe tash njoni për atynve, për i gardianëve, i theke, çfarë pëndrek e bida, çfarë shkop e bida, shkop elektrik, shkop demokrat, a bida shkop socialistëve, që asi çfarë kanë pas policë tonë shkija të që kanë pas, demokrat asi Amerikan që është, edhe isha ajo elektrik ishtë si antenë radjes, është i ka ato këtë përke pak ajo që ki përpjetë. Po ata ishim shtetë për muri aty dhe i shishat trupin këshim bo fut të i ra masi. Edhe si njohë, së mund të mi njohë se kush janë ata. Edhe pja tyjtë edhe më futën në dhomë gardianëve aty, ma shumë në emnin bjenin. Edhe më qunë më futën në fabrikin e bujlerave në Burg Nishit. Aty është një fabrikë në Podrum. Aty është fabrika bujlerave, aty i shkon një rëm aty që... Ku përfundova, se jemi drejt fundit, ku përfundova? Përfundova me tërgu të vërtetën poset,
mundshme fikale. E kënë mi deshen Sa kohë teshat. qëndrova atë? Valla kom qëndru disa minuta tash, ato minuta ti që me sheko, herë ma vëndashin kapakun, herë aty pasaj era ngu faltke. Tash më rëma me fikale aty shaka. Kajtë fikale aty ishim ledh, kapak i për Sipri. Më sërë një i dyqani një farë në 50, nësër i dyqani me mëziraj, se e ka qenë njësha, e ka qenë i dinu për 20 vjetë burë. Më sërë me mëziraj, u thash jetë e me pas më rëdu. Pa e përfundu se kemi çfarë të flasim edhe masakrën e Dobrovës do ta bëjmë një intervistë të veçantë sepse aty keni përjetime të burgu çfarë thoni. Oliver Ivanović keni thënë se ka jetuar në Gjakov. Pse e keni përmendur? Këta kom përmend se ka qenë roj i urave, do thot, ka qenë rojeve urave në Mitrovic. Dhe ka qenë bashkëpunim me Radojčić, Milovan Rajko Radojčić, ka qenë birë Rajkos. Me babën e tij kompanuar këmbëtorra, ky ka qenë i aktivizuar si Milani, si Oliver Ivanović, do thotë gjithë kanë qenë aktivizuar. Por për Radojčićin ka rami pa vetë me sytë e mi. Për Radojčićin e ki qëtu. Që ta gjojnë, dhe shpak, më ta japi. Gjëra faktike pa fund. Që kjo është Radojčići, që kjo poshtë. Në atë kohë ishte 23 vjeçar. Do thot ka marrë pjesë drejt për së drejtin në vrasjen e Mamet Dylës, Cendevish Hajdar dhe Isa Lokës. Do thot këta tre i kanë vrarë këta. Do thot e kem pa, ka qenë i veshun, ka qenë me teshat kamuflume, me raketa në kraje, thika, automatike në dore, bomba dore, kështu më radhë. Do thot pa hezitim i vranë këta tre. Do thot gjitha ta marrë pa shtëpisë që kanë qenë, tonë i kanë vrarë. Do thot donat, gegjat, Xhibiqeta. Po kjo una tjetër shtoj pak ma butë, por mirërisht atë e pësun mas keqi, Muhameti me këta. Do thot aty kemë gjurë. Përfundimisht, zoti Caka, ne gjithë lexuesi, gjithë qytetarët tanë duhet ta vlerësojmë si një libër përpos volumit të madh të informacioneve që ka dhe si histori në vete, sepse ka gjëra të faktuara të cilat do t'i shërbejnë brezave të rinj për ta parë këtë histori. Ju personalisht e thatë këtë rrugtimin e mundimshëm 2 dekada që e patë derisa libri e pa thjesht dritën jeshile. A do të ktheheshit prapa me gjithë këtë ngarkesë emocionale që keni pasur edhe të mendoni se ky libër është dashur të botohet shumë më herët? Është mirërisht pse e them këto, ka qenë dashur ky libër të botohet nga pushteti, do thotë qeveri që ishin, qeveria para, dyta, treta, po se bo nacione. Do thotë nuk se hapen, do thotë... Dhe jo veç një grumbull njerëzish bamirës të cilët të kanë ndihmuar dhe kanë dashur me... Po këto a problemi, se arrajse na kem shumë të shkurt, edhe kem defekt gjenetik. Po për këtë tjetrin tashti? Jemi të pritur edhe për tjetrin për ta botuar? Po tash duhet tash gjej mjete. Mos do të kemi edhe tash... Kështu kom biseduar në qeveri, kom lyp që të botohet vëllimi i dytë, kom kërku që vëllimi i dytë botohet, kom kërku edhe këtë të ribotohet edhe i herë, se s'ka kopi, ka mjetë shumë pak, po kërkesa ka. Edhe për vëllimin e dytë, shu të dalin, pasi s'ke mjete. Kështu që fatikisht këto thu se përbojnë dyqysh në një farformë me qëllim që këto të harrohen, këto mës të hapim plak tjera. Plak nuk do të mbyllën nëse ne nuk i rehabilitojmë një shoqëni këto çfarë kanë përjetuar këta. Për faktin që një kopje ka dhënë, letërsi thuhet që të paktën një rresht i asaj kopje me u botu ndonjëherë historia flet, se do të gjendet diku në arkivat e individëve, njerëzve, autorit ose dikujt tjetër. Kështu që unë të falenderoj pafund. Ka shumë mirë që Akademia e Shkencave ka qenë interesuar të marrë 2-3 kopje, edhe i kanë marrë. Unë çka mu e kom pa veten që do thotë që mund jam nuk ka shkon huç. Po individët familjarët? Gjakov pak. Pjesa dërmuese të librave i kanë marrë diaspora Zvicrës, diaspora që jashtë edhe fshatave para rreth. Gjakov kanë marrë disa. Kanë marrë jo sa duhet. Në vend se ata
çdo mall, çdo rrugë ta kenë nga 3-4 kopje kësi, që kanë projektu, po. Faleminderit shumë që ndatë kohën edhe të faleminderit. rikthejmë në këtë studio gjithë këtë punë tuajën që e keni bërë për gjatë këtyre viteve dhe uroj të vazhdoni edhe më shumë, të na falni po kaq shumë fakte dhe argumente për të shkuarën tonë. Edhe Zoti që ardhmja do ta shfrytëzonte si të frymshme punën teme, as më tepër. Faleminderit. Ne ndami këtu bashkë duke e falenderuar Zotin Caka për gjithë këtë punë të madhe që ka bërë për gjatë këtij rrugtimi të tij në këtë libër, gjithmonë duke uruar që edhe libri i dytë të gjejë dritën jeshile dhe të jetë në duar të lexuesve sa më shpejt. Mirëmbëjtje.